Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Orlan Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Deputetja më e re e Kuvendit të Shqipërisë quhet Briseida Çakëri. Më 30 tetor ajo u betua në Kuvend duke zënë vendin e Bruna Mersinit, e cila kandidoi për kryetare të Bashkisë së Vlorës dhe fitoi këtë detyrë, këtë post, dhe në vend të saj pra u betua dhe u zgjodh sipas listës të Partisë Socialiste të Qarkut të Vlorës, Briseida Çakëri. Mua më ka bërë shumë përshtypje kjo vajzë e re, deputete e re, ndryshe nga disa deputete tjera që nuk njihen dhe nuk duken fare. Jo vetëm thjesht se ka një aktivitet ngjeshur në faqen e saj në Facebook, por e kam ndjekur aktivitetin e saj pikërisht ato momente delikate në Vlorë të kohëve të fundit, e cila kishte guximin të takonte njerëzit në rrugë, në për ambiente të ndryshme, dhe me zërin e saj edhe në parlament më ka tërhequr me një artikulim të veçantë. Është një deputete e re, nuk po themi që ka krijuar wow të mëdhaja, por mjaftojnë këto për të thënë që Briseida Çakëri ka diçka që mund të arrisë veten e saj si politikane. Zonja Çakëri, të falenderoj që je në emisionin tim. Shumë faleminderit për ftesën. Përshëndetje të gjithë teleshikuesve që po na ndjekin. Është një kënaqësi të jem këtu. Ju jeni shumë e re dhe në 30 tetor u betuat në Kuvend. Patët ndonjë ndjesi të veçantë atë moment që kur thatë betohen. Klodiana Smaiu në kryetarja lexoi formulën dhe ju thatë betohen. Unë thash pak ëmbël atë betohem në fakt, por nuk mund ta përshkruajnë dot atë fjalën betohen, emocionet që ti ndjeje brenda, nderin, respektin, përgjegjësinë. Ishte një nga momentet më të them më të bukura të gjithë rrugtimit tim, po, patjetër. Po e kishe parashikuar ndonjëherë që ti ditë do bëhesh deputete? Kur i the vetes që unë do bëhem deputete? Kam punuar me vite me radhë, domethënë kjo vjen në fryt të një pune, asnjëherë nuk e di se ti çfarë do ndodhi dhe kur do jetë ai momenti, por e kam ndjekur gjithmonë politikën edhe e kam dëshiruar gjithmonë të isha këtu. Nga 30 tetori 3 muaj kanë kaluar, as 3 muaj madje. Tani si kanë qenë këto 3 muaj, domethënë ke para atë që ti e kishe parashikuar dhe ashtu doli, apo ndryshe e shikoje parlamentin nga jashtë dhe ndryshe është aty brenda? Është e vërtet ndryshon. Ka ndryshim shumë të madh, sepse në fakt ato debatet aty nuk tregojnë atë punën intensive që bëhet pas. Mëson shumë. Edhe kupton që ka akoma më shumë përgjegjësi se çfarë mund të duket në televizion apo ç'mund të perceptojnë publiku apo populli. Ti ke dëshim më shumë në seancë, ti je në seancë apo në komisione? Unë jam të dyja në fakt, por jam të dyja, nuk i ndaj dot. Ne vlonjatët i duam gjitha, nuk lëm ndonjë gjë, nuk i lëshojmë këto gjëra. Por duke qenë se kam mbaruar për financë, për ekonomi, jam dhe te Komisionit të Ekonomisë të Turizmit që prekin qytetin, por jam aktive gjithashtu edhe në seancë. Zonja Çakëri, nga 16 kandidat Partisë Socialiste në Qarkun e Vlorës në zgjedhjet e 11 majit, ju u renditët e 11-a, duke marrë 2610 vota në Shqipëri, 388 vota në diasporë, pra gjithsej 2998, po themi 3000 vota. Ky është një rezultat mua më ka befasuar, është shumë i mirë, ju jeni politikan e re. Pyetja ime është, pse ju votuan ju vlonjatët? 3000 vota, të votoj Vlora, 3000 vota. Do thënë, nuk është dhe një vot në Vlorë, nuk është njësoj si një vot në një qark tjetër, të votoj Vlora, auto do dhe të kap shtrëngon fort ose të flak. Është e vërtet, në fakt, mua më ka ndihmuar shumë prejardhja ime, vi nga një familje qytetare vlonjate, patjetër një emër i njohur në Vlorë, një mbiemër i njohur në Vlorë dhe një emër i njohur në Vlorë, dhe një fryt i një pune shumë jetë gjatë, do të thotë. Unë në fakt e bëra fushatën time der më der, duke i kërkuar votat të çdo njeri, nuk e dija se kush do ma hapte derën, do të ishte i majt, i djathtë apo çfarëdo ngjyrimi politik. Shkohet të gjithë. Unë kam shkuar të gjithë, ti nuk e di. Kur troket nuk e di kush. Po nuk tha në i PD se ç'pun ke tu ik socialiste ik? Jo, thash më ka ndihmuar shumë referenca e asaj familjes të mirë adetare, edhe ishte një gjë shumë e fortë. Do të pyesë për familjen dhe ju morët gati 3000 vota. Në fillim nuk ishit, sepse është edhe ajo e brazis gjinore. Ju nuk ishit. Kur Bruna Mersini ose dha dorëheqjen kryetari aktual Dredha dhe Bruna Mersini u përfol për kandidate, në ato moment ta bëri cërzëma? Tani patjetër që po, nuk kam si ta shpjegoj ndryshe. Po. Gëzove. Familjarisht po, gjithë, se ne funksionojmë kështu. Dhe dua të rokita, bëhet një darkë aty? Jo, akoma nuk e kemi. Nuk e kemi për darkë akoma. Presim gjëra të tjera. Dhe në atë moment ti more gjithë frutet e gjithë asaj që ti bëre. Po. Ishte
Domethënë, duke sikur po shkonin gjërat aty ku duhet shkonin. Domethënë, ishe e kënaqur me fushatën që bëre? Isha shumë e kënaqur dhe është një nga eksperiencat më të bukura dhe nga fushatat më të bukura, pavarësisht se ishte shumë e fortë. Ishte shumë e fortë, shumë luftra dhe brenda lloj. Se këtë do të pyesja. Po, në Vlorë nuk u duk që kishte fushat tjetër përveç brenda socialiste. Me kë kishe garanti brenda llojit tënd? Patjetër me femrat. Me femrat, sa është 1 në 3, ë? Me femrat e kisha. Domethënë, ti mund të kishe marrë më shumë vota? Po, besoj që po. Po pse si morën shumë vota? Por ndoshta edhe koha ishte e limituar. Ti nuk ishe eksperiencë dhe përvojën për të pasur. Okej, tani të lutem, më fol pak për familjen tënde. Mbiemri yt, edhe për mua, që jam nga Vlora, është shumë i njohur, pa diskutim, madje edhe shumë socialist me aktivitet në degën e Vlorës, unë kujtoj, po ndoshta emrat jo. Kush është familja juaj? Atëherë, unë vin nga një familje adetare, nga një familje qytetare vlonjate. Ne kemi qenë familje, domethënë, edhe të Pushkës edhe të Penës, që prej Musa Çakërit, i cili ka kontribuar në dhënien e librave dhe shpërndarjen e librave dhe ishte mësues në atë kohë, dhe më pas u vra nga Turqit në vitin 1905, madje dua të nënvizoj që vizitën e parë Plaku Ismail Qemali pasi ka ngritur flamurin e ka bërë në familjen Çakëri për të falur gjakun dhe mos të vazhdonte më tej. Shumë e bukur kjo. Si edhe një, domethënë u shpall pavarësia, ngriti flamuri dhe ai vajte te familja Çakëri? Pse çka kishte aty? Sepse një nga, domethënë, vrasja ose dhe djegja e shtëpisë së Musa Çakërit në vitin 1905 ishte bërë nga një tradhtar po nga Shqipëria, i cili kishte treguar dhe Ismail Qemali kishte kërkoi faljen e gjakut dhe patjetër që familja e pranoi, domethënë. E pranuat, e falën gjakun. Që atëherë ka ndodhur një vrasje në afisit Çakëri? Tani patjetër vazhduan, ne patëm luftra të tjera dhe vi nga familje dëshmorësh. Edhe kam luftën dy botërore ke fjalë. Po, pra, kemi një listë gjatë me dëshmorë, se ka luftë jemi të parët. Nuk e di këtu. Tani ju çfarë e kishit këtë Musa Çakërin, çai binde në linjën mashkullore të Strigjushi. Strigjushi. Po dhe pastaj familjarë të tjerë, babai juaj, mamaja. Mamaja ime në fakt do ndalem shumë pak se ka bërë një jetë shumë thjeshtë, shumë familjare, ka rritur 3 fëmijë. Unë jam rritur me gjyshen dhe gjyshin brenda, kam mësuar gjitha ato vlerat qytetare, familjare, të mikpritjes. Je labe, të derës gjithmonë hapur, që është, domethënë, një derë e madhe që nuk ka rëndësi kush roket i hap derën edhe e mikpret mikun. Po? Kurse i mat ka qenë themelues si Parti Socialiste në qytetin e Vlorës. Si quhet babai juaj? Krenar. Krenar Çakëri, i degës, themeluesi i degës së PS-s në Vlorë. Asë kohë, po. Po, që në Thejngishin. Në Thejngishin. Po si ka qenë aktiviteti i babait tuaj? Domethënë histori të veçantë, sepse ti ishe kryetari i degës së Partisë Socialiste në Vlorë, fakt kishte më shumë rëndësi edhe se dega e Partisë Socialiste në Tiranë një herë. Tani Vlora ashtu është pak shumë pasionante, thotë babai im. Ka pasur rrugtim shumë të fortë. Nuk do doja të ndalesha tek e shkuara në fakt, por janë gjëra që mua më kanë brumosur për çon këtu. Domethënë, ti je duke thënë që ka ndikuar shumë futja jote në politikë nga aktiviteti i babait tuaj? Po patjetër, ne duke qenë se cilësova më parë që vim nga një familje adetare, vim nga një familje dëshmorësh, vim nga një familje që ka kontribuar për Shqipërinë, për atë dashurinë, unë kam dashur të jem politik për të shërbyer qytetarëve. Shkoj gjithmonë me babin për mitingje, protesta etj. Patjetër. Sa vjeç ke qenë për të parë në një miting, në një protestë, në një tubim? Domethënë, të parën që mbaj mend në një mënyrë shumë, domethënë, jo shumë të mirë, se kam qenë vërtet shumë e vogël, ka qenë në vitin 87. Në 87-ën? Po. Në ato protestat e rrëmujës të madhe? Po, mbaj mend që kemi qenë bashkë me gjyshen, me... Mos më thuaj që ke qenë shkurtër në 87-ës? Nuk e mbaj mend se kam qenë vërtet shumë e vogël. Po, ka mbetur sa vjeç ishe në 97-ën? Unë kam qenë 6 vjeç. 6 vjeç. Dhe keni në një detaj të tyre ngjarjeve, çfarë ka mbetur në memori? Mua më ka mbetur në memori që shumë njerëz që duhet ishin e shkuar sot janë në parlament. Si ishte kjo? Kush ishte nga këta? Besoj që të gjithë e kuptojnë teleshkuesit më mirë. E ke fjalën për Sali Berishën tani? Patjetër, nuk e kuptoj si mund të qëndroj akoma. Do të thënë, ti duke thënë që protesta ty ishte që largohu Sali Berisha president, se kështu thrisin vlonjat në 97-ën. Ajo është. Dhe ti ishe 6 vjeç dhe pra tani ti je me Sali Berishën në parlament. Sa e bukur kjo. Kjo është shumë e bukur kjo. Dhe po themi kontakti yt me politikën përsëri vazhdon me babain?
Unë kam qenë aktiviste fresh më pas dhe kam filluar politikën aktive në fakt kur ka qenë kryetar parti dhe kur ka qenë kryetar parti kryeministri, që është tanishëm Edi Rama, dhe kam punuar kur ne kemi qenë në opozit. Më thënë ka qenë shumë vështirë. Ti e ke filluar që në opozit aktivitetin. E kam filluar që në opozit, se kur je në opozit të bëhen të gjithë. Po, ti nuk e futur në politik duke qenë Partia Socialiste në majorancë, pra në pushtet. Ke qenë për të qenë aktive, po themi, pavarësisht mitingjeve dhe aktivitetit. Po çfarë bëhen në opozit? Mund të tregosh diçka për publikun? Çfarë ishte? Nëse dim të bëjmë gjë mirë, dim të organizohemi edhe kur jemi në opozit, edhe të punojmë me strukturat tona çdo ditë. Dhe ne këtë gjë e kemi bërë atëherë dhe bëjmë tani, dhe kemi një strukturim shumë të mirë të punës. Ti kishe detyrë në freshin e Vlorës? Unë kam qenë freshiste, më pas kam qenë kryetare organizate për vite me radhë në lagjen time, dhe më pas kam qenë bashkëkryetare partie për rajonin. Cili është arsimimi juaj? Unë kam mbaruar për financë, më pas kam bërë një master po në financë dhe më pas 2 master tjerë, kam bërë specializimet të ndryshme gjatë kohës që unë kam qenë edhe në punë. Kam qenë 8 vite në universitet, kam dhënë mësim. Më pas pedagoge, më pas jam shkëputur sepse kam bërë një aplikim për një projekt jashtë vendit dhe kam fituar, në fakt ishte projekti Bashkimit Evropian. Ku? Në Itali? Në Itali, dhe kam bërë vajtjarë dhe kur rriton, edhe atje ishte një gjë shumë e veçantë sepse nuk ishte më lidhje vetëm me financën, por ata ishin inxhiniera. Dhe bëj fjalë për inxhinerinë e erës, dhe unë do të studioja rrezikun financiar, ekonomi qarkullore, siç i kanë politikat vetë, domethënë Bashkimi Evropian, që janë shumë specifik në mënyrën se si studiojnë. Përzgjedhja për mua ishte një fitore tjetër. Vazhdoj të punoj me ta në distancë, sepse kërkimi shkencor nuk ndalon. Shumë interesante kjo, po me që e financiere, si ka financat Shqipëria? Si jemi nga ekonomia ne? Ne nga ekonomia jemi në rritje, por do më thënë një nga pikat e forta që mua më pëlqeu të këtij buxheti ishte patjetër rritja e pagave, dhe pse vinte jo dhe kaq thjesht, sepse ka kosto dhe jo të gjithë e perceptojnë menjëherë, por të paktën një nga gjërat që qëndronte fort mirë në atë moment ishte fakti që për 6 muaj këto biznese nuk do të mbulojë, domethënë ose do të kishin po të njëjtat nivel për sigurimet siç e kam pasur më përpara. Tani babi dhe mami juaj janë në pension? Po. Sa e ka pension? Mami ne kam të re në fakt. A më fal. Babi atëre. Sa ka pensioni babi juaj? Babi me ka nuk aq sa ka tani. Me këto rritjet e kanë fjalën që ka një pension, domethënë të kënaqshëm, këtu e kanë fjalën se babi ka shumë vite pune. Domethënë nuk ka shkuputur asnjëherë nga puna, qoftë në shtet, qoftë në privat, nuk ka ndaluar, domethënë deri në moshën që ka bërë 65 vjeç, ka qenë në punë. Tani, Briseida, pritani, do të pyes çik për këtë emrin unë. Emri është shumë i veçantë. Pse e ke Briseida? Kush e ka vënë emrin? Ma ka vënë mami. Mami. Mos më thon për atë të Trojës, ë? Briseida i Trojës, kushërier e Paritit dhe Hektorit? Po. Për ata, ë? O sa e bukur kjo. Po mami kishte lexuar Homerin? Mami është apo kishte parë filmin? Një lexuese shumë e mirë dhe fanatike e librave. Dhe nga ajo të vendosi ty emrin Briseida? Po. Shumë e veçantë. Megjithëse në Shqipëri ka po rrallë. Janë disa derivate të emrit në fakt, nuk është një tamam se është shumë i rrallë. Vetëm 18 veta në Republikën e Shqipërisë kanë emrin Briseida. Briseida. Sepse janë të ndryshme. I di që ka një gazetare shumë të njohur në Shqipëri me emrin Briseida? Për kë e keni fjalën? Për Briseida Memën, që është ka qenë gazetare famshme e AFP-s, mamaja e Marin Memës. Ajo është nga gazetarët legjendë në Shqipëri. Kështu që nuk e vetëm ti Briseida. Jo, absolutisht, por janë 18 derivate të ndryshme, po janë derivate. Se si ka emra tjetër Briseida? Brisilda. Briseida, do të thënë. Kemi dhe brisin e doganave, ë? Kemi dhe brisin. Po ka qenë dikur brisi doganave. Të pëlqejnë ato të heronjtë e Trojës, të Homerit? Tani patjetër. Pëlqejnë, ë? Kush nga të gjithë ata, përveç Briseidës që ke emrin tënd? Po Akili, patjetër. Akili, ë? Akili, kishin tonin Akili, ishte hyni Akili, parasi se na e morën grekët, na e vodhën grekët, po ai ishte hyni, ishte nga parësit tanë. Okej, kam një pyetje të tillë, Briseida, shumë të rinj kanë ikur nga Shqipëria. Ti ke zgjedhur jo thjesht qendro Shqipëri, po e fut edhe në politikë.
Tani ma shpjegon që këtë sigur dhe ti se një mundësi të ka dalë një projekt në Itali, ti mund me atë që kuptova unë, pas ka qenë shumë i mirë, goxha të rejqës edhe në aspektin profesional, po besoj edhe monetar nuk duhet të kesh qenë keq. Ti pse si pse s'dende në Itali po erdhe këtu? Çat, nuk se besoj të kanë thënë këtu. Ikë rri ande, çfarë këtu, çat vjen këtu. Tani unë e thash do ta përsëris disa herë gjatë intervistës. E para vendi nuk më detyrohet mua asgjë, por unë detyrohem gjithçka. Pra është lehtë të marrësh valizhet dhe të ikësh dhe të kontribosh në një vend tjetër, por unë i detyrohem Shqipërisë shumë. Kjo këtu meriton dua trokitje ti. Jo të them bravo. Si deputet e re, unë dua trokas, sepse unë çast kam dëgjuar në atë vend ku jeti aty, por që të dëgjoj nga një deputet e re këto fjalë, me vërtet bravo Briseida. Tani, mund të ishe ti në Partinë Demokratike, se ti the, okay, unë jam e lidhur me familje, me babin, me mamin që kanë qenë tjetër. Po, ja po them një momenton. Ti të pëlqeu PD-ja. Mund të ekzistonte kjo që ti mund ta bëj karrierën tënde në PD? Asnjëherë. Pse? Asnjëherë nuk ka për të ndodhur. Ne fjalën e kemi shumë të fortë. Dhe në momenti që i kemi dhënë fjalën vetes dhe Partisë Socialiste që do jemi aty dhe kur ajo është mirë dhe kur ajo nuk është mirë. Se kur ajo është në majë është thjesht që të jenë të gjithë. Jo, po lidhet kjo dhe me konceptet për politikën, me ideologjinë, për shembull, çfarë të pëlqen ty te të majtët e Partisë Socialiste dhe çfarë nuk të pëlqen te djathtë e Partisë Demokratike? Unë mendoj që Partia Socialiste është shumë afër popullit se sa Partia Demokratike. Partia Demokratike vazhdon të qëndrojë po e njëjta, do të thënë ata premtojnë të mos ndryshojnë kurrë dhe të qëndrojnë ata që kanë qenë gjithmonë. Në parlamentin ti e shkon edhe sot, në vitin 2026, që të ngrihen karriget, të ndizen. Që i kanë ngritë, pse karriget, ë? Ndoshta vite tjera, ndoshta momente tjera, dhe për arsye shumë të ndryshme. Në opozit pse ka ngrit karrike, ka bërë ca gjëra, se me që ke ndjek politikën, po ti them këto, se s'mban ti përgjegjësi se çka ka bërë PS-ja para 20 vjetë. Po kështu ka bërë dhe PS-ja tani, nuk ka ndonjë ndryshim shumë. Por jemi në vitin 2026, edhe prandaj po them, ne jemi, domethënë PD-ja është aty ku ka qenë. Kryetar partia është po njëjti. Edhe Rama juaj, mashallah është. Ka qenë 98-ën në politikë. Patjetër. Dhe ka një ecuri të shkëlqyer në fakt, përsa ti mjafton çosh politikën e jashtme dhe ku qëndron në Shqipëria sot. Tani këtë pyetje duhet bëjmë, po e fillova vetë. Çfarë lloj kryeministri është Edi Rama? Si është Edi Rama për ty? Ti je një politikan e re, deputet e re, tani ti s'të lidh gjë ta kuptosh as me brezin e Ramës, as me konceptet e asaj kohe. Si është për ty Edi Rama? Unë nuk mund të flas personalisht për vete, sepse unë jam, nuk mund të flas si Briseida, por më duhet të flas si deputete. Sepse e para ne jemi, na bashkon një punë e përbashkët në këtë gjë. Patjetër që unë mendoj që është një nga figurat më të forta që ka pasur ndonjëherë politika në Shqipëri. Dhe që ka lënë dhe do të lëjë gjurmë shumë të fort për Shqipërinë. Mos më thoj po e krahason me Ismail Qemalin, aty po them mas 90. Jo, Ismail Qemali është Ismail Qemali. Mas 90-s thua? Pas 90. Mas 90, e pra se më ngatrove me Ismail Qemalin aty pasaj. Nuk ta ngatroj as me Ismail Qemalin as me Fanoli, secili ka personalitetin e vet. Jo, sa di pse them se ngjan çik Edi Rama, domethënë ka filluar me atë ka lënë çik mjekër, edhe Ismail. Si shikoni ju, unë shkoj thjesht si Edi Rama, nuk e shkoj. Ama në regjia më vër pak foton e Fanoli, më fal të Ismail Qemali dhe të Edi Ramës, se do të pyesë për Fanolin, se ajo e kisha në mendje është ai. Edhe nëse është e mundur të dyja këto foto se Rama tani me mjekrën i ngjan Ismail Qemalit. Je dakord me mua? Ndoshta po të lini dhe ju mjekër, se dim. A, të lënë mjekër? Mos. Jo, s'lëm mjekër. S'kam lënë asnjë, s'kam për të lënë ndonjëherë. Okej, po cili është mendimi juaj për kryetarin e opozitës Sali Berisha? Ju tha diçka që parë që mua më ngastoi, ishte shumë e bukur. 6 vjeç unë shkoja në protesta në Vlorë kundër Sali Berishës, tani jam në parlament me Sali Berishën. Unë mendoj që Sali Berisha është aty për mbrojtur veten e vet, edhe për të mbrojtur ato gjërat apo idealet e vetat që nuk ekzistojnë më. Nuk mendoj që është për shqiptarët, as për popullin. Këto e treguan votat, domethënë shuplak më të fortë. Ai numri 5 ishte tamam një shuplak për Partinë Demokratike dhe për. Po për ju kjo është një gjë e mirë për ju socialistët, se rrinin pushtet. Sa të jetë Sali Berisha, me që thua kështu, ju rrinin pushtet të rjetën. Ne rrim pushtet sepse punojmë dhe bëjmë punë. Okej, Briseida, si po shkon Vlora, sepse Vlora nuk mund të jetë asnjëherë e qetë, për jetë vërtetës tani. Si mund të rri Vlora e qetë, për shembull, Vlora të jetë e qetë.
Vlora zjen gjithmonë, tronditet, krijon turbulenca, dhe të fundit ishin që kanë ikur disa kryetar bashkie, i fundit Erman, ja. Biseda mos më thoj që nuk ngjaj tani, shiko. Tani ju thash, po të vini dhe ju një foto, të vini mjekrën këtu se dim. E fort kjo, të lë vlonjatja, të eth dhe erë vlonjatja, të shkatron. Nuk bjen kurth jo, do të thënë, ja këtu më mirë, shikoj këtu, se sa bukur. Është me vërtet shumë. Kjo është opinioni juaj që duket bukur. Imi. Por se ka të duket bukur për ju. Përgjigja jote është që po të vjen dhe unë në krah kështu, të lë dhe mjekër, mund gjaj edhe me Tiranën dhe me Ismail Qemani. Larg qof. Po larg qof. Tani do sa intervistën tjetër. Të lë mjekër, ëh? Jo. Kuptohet deputetja më e re Kuvendit të Shqipërisë më thotë lër mjekër. Dhe ti ngjaj dhe unë aty dyve. Pu. Biseda, çfarë po ndodh në Vlorë? Tani zonja Mersini, Bruna Mersini, si po e menaxhon bashkinë? Mua më pëlqen një gjë që e para është shumë energjike dhe po shikoj që ka shumë dalje në teren, në krahasim me më përpara. Mund të ketë edhe shumë. Por do t'ja lëm kohës që të tregojmë. Se shumë herë për të folur. Shumë e vërtetë është kjo. Po mirë, si ngeli Vlora, s'kishte tubin e ujësillësit atje, një tub miru çaj, se ndodhe. Po si s'kishte tub për atë kanalizimet atje? Ajo ishte një avari, unë nuk jam eksperte për të folur për të gjë, me thënë drejtën. Jo, këtë drejt këtu. Por lidhur me hipotekën që po transferohet tani, Vlora ishte kryeqyteti i parë i Shqipërisë, Vlora. Bile unë do doja shumë që të vazhdojsh ajo në Vlorë, po nuk vazhdoj për ato rrethana që ne i dim. Tani, si edhe hipotekën do ishin Vlorës ju socialistët? Nuk kam asnjë fjalë për këtë, më thënë. Jo, kush të pyet ty, s'ka fajti, unë thjesht bëj pyetjen, s'ka fajti, aty ke drejt sa ti ju jeni në komisionin e turizmit, mos gaboj, dhe të turizmit e të ekonomisë. A ka diçka të ekonomisë dhe turizmit? A ka diçka të re për turizmin duke lidhur dhe me Vlorën, në Meqar ku jeni deputete? Po, do të thënë një projekt ligj ne miratuar në fakt mbrëmjen e së martës ishte pikërisht ai agjencive turistike dhe bashkëpunimi që do të kishin agjenci turistike në Shqipëri me ato në vendet e Ballkanit, qoftë për shkëmbime, qoftë për lehtësira edhe fiskale dhe bashkëpunime strategjike. Ishte një gjë shumë e fortë, por mendoj që tani erdhi koha që ta japim këtë si edukim edhe të agjencisë në të. Po si do funksionojë konkretisht? Mund të japësh pak më shumë detaje si do nuk do të jetë nevojshme për shkakun nëse ti ke një agjenci turistike në Vlorë dhe do bashkëpunosh me një agjenci turistike po themi në Maqedoni dhe që të kesh një pikë dhe atje. Nëse ke në Vlorë, është okay, nuk është e nevojshme që të jetë në të dyja. Ato të lidhin marrëveshje duhet të jenë të regjistruara dhe të jenë pjesë e kësaj gjëje. Po pse më përpara nuk ka qenë kështu, ka qenë Jo, nuk sepse do të ketë lehtësira për to. Do të ketë edhe programe patjetër trajnimi, do të jetë një gjë vërtet shumë e vlefshme për agjenci, sepse ne po mundohemi që turizmin ta bëjmë vërtet shtyllën më të fortë të ekonomisë dhe kjo është shumë e nevojshme për Vlorën. Tani në parlament Briseda jeni 53 deputet të rinj, shumë jeni. Të rinj, shumë jeni. S'ka ndodhur një në parlament që grupi parlamentar të ketë për herë të parë deputet. Tani si funksiononi se pa eksperiencë, pa përvojë, si nga i merrni ju atë se puna juaj është në bazë, në qark, po sidomos në komisione që janë shumë specifik, artimi ligjër, miratimi, etj, nuk është e lehtë. Realisht çdo individ ka karakterin e vet, ka një profesion dhe janë zgjedhur si thua apo dhe të zgjedhurit nga populli si me kokra për të dhënë secili atë kontributin e vet dhe formojnë në mënyrë të përkryer puzzle-in për të ndihmuar njëri tjetrin. Se unë mund të jem e mirë në një fushë, ti je në një fushë tjetër, e kemi shumë të mirë bashkëpunimi në grup, se këtë gjë vërtet Partia Socialiste dhe gjithë grupi socialiste bën shumë mirë. Dhe patjetër që edhe mbështetjen nga të vjetrit është kemi një punë të shkëlqyer gjithë. Ju keni qenë dhe antar i Këshillit Bashkiak të Vlorës. Ju keni qenë në mandatin kur ishte zoti Dreva? Po. Edhe në kohën e zotit Leli. Ishte edhe. Tani po themi pse Bashkia e Vlorës kaloi këto turbulenca? Iki kryetar bashkie, pa kënaqur, erdhi tjetri, ai dha dorëheqje. Do të thonë çfarë po ndodh në Vlorë? Ajo është një zgjidhje personale që vetë kryetari ose ish kryetari Dreda ka bërë, domethënë, sepse ai dha dorëheqje në fund, nuk është se ndodhi diçka. Tani Briseda,
Shqipëri dorëheqja është kështu, jep dorëheqjen i thot shefi dhe ti jep dorëheqjen dhe se merr veshin ri. Këtë e thoni ju, nuk. Jo, unë e them se ju se thoni se u kanë thënë që mos e thuaj kështu, thuaj kështu. Jo, nuk kemi nga këto frikrane. S'ke frikë, a? As nga Vlora nuk kemi frika fare, por si e the, si lonjade tamam. S'kam mënyrë tjetër, por kjo është një zgjedhje personale. Kam më kuriozon shumë duke qenë deputete e Vlorës, edhe për faktin ju keni zotin Çuçi si drejtues politik. Si funksiononi tani mbas zgjedhjeve? Se okay, mbaruan zgjedhjet. Tani mblidheni prapë jo tjetër me zotin Çuçi ju deputetët apo përfaqësues? Në fakt ne bëjmë fushat çdo ditë. Ne jemi gati për fushatën e radhës edhe për 4 vite që se ti jesh fitues nuk është kaq e thjeshtë, se duhet të mbash ritmin. Dhe patjetër që bëjmë takime, qoftë me strukturat, qoftë që në bazën e partisë edhe me qytetarët. Se tani jemi në atë momenti që ne duhet të shërbejmë qytetarëve. Po, më ngasojmë këtë se këtë thashë në fillim të emisionit biseda që ti takon njerëzit, kam vënë re tani si deputete kur i takon, çfarë të thonë në Vlorë? Çfarë të kanë thënë gjatë kësaj kohe? E para unë ju dhash fjalën që në fushat që kur unë të marr mandatin, do të jem e para do të jem Vlorë. Ti rri në Vlorë? Po, unë rri edhe në Vlorë dhe në Tiranë, dhe shkoj për shkak të takimeve. Por të paktën nuk më mungon energjia dhe për shkak të mosut që të bëj vajtëardhje dhe të shkoj dhe të shërbej qytetarëve, sepse në fundit ky është mandati i vlonjatëve, nuk është mandati i Briseidës. Ju a dhash fjalën dhe i thash që do të jem me ju. E para patjetër që jam Vlorë. E dyta kam shkuar sërish derë më derë edhe po shkoj fshat. Po shkoj fshat më fshat sepse ne mbajmë fjalën. Dhe ç'të kanë thënë vlonjatët? Kënaqen kur të kanë parë tani. E para patjetër që janë shumë të lumtur së pari. Që ti shkon sërish dhe e ke mbajtur të fjalën. Sepse jo të gjitha bëjnë. Jo të gjitha bëjnë që pasi kanë marrë votat të shkojnë realisht aty dhe kjo është e vërtet. Se politika nuk bëhet vetëm nga foltorja. Në fundit, ne kur vajtëm shitëm fytyrën tonë për të marrë votat. Dhe çdo vot është një qytetar që ka shkuar te kutia dhe ka besuar te emri jot, patjetër te trëndafili. Dhe patjetër problematika që ata kanë. Edhe në bashkëpunim shumë të mirë me institucionet edhe me Bashkinë e Vlorës, qoftë për problematikat në lagje, për ato që më të vogla, i japim zgjidhjet. Paktën unë personalisht kam një bashkëpunim dhe nuk rresh të kërkuar i bashkëpunim me çdo njeri. Tani të ndihmojnë ata, se për shembull kur një banor që ti e takon, që çani halt, ka një problem, ti e transmeton te bashkia apo te një institucion tjetër, a të shkon fjala apo po themi vlonjaqe? Më shkon fjala se unë nuk të ndajm derisa ta zgjidhësh. I zgjedh partia kuadrët thoshin në atë kohë atëherë. Biseda, po bëjmë pyetje kështu, kur je aty në parlament dhe fillojnë ata të opozitës e ngrenë karriket. Ti friksohesh o ti vajzje tani? Ti sigurisht që s'ke vajtur në koncertin e Vjenës aty, për parë koncertin e Vjenës, po gjithsesi, çfarë ndodh? Mund të më përshkruash në ato momente ti çfarë bën në ato momente ti? Unë nuk friksohem se unë. Nuk friksohesh? Nuk friksohet një vajzë nga Vlora, nuk friksohet. Me të drejtën, po patjetër që është një pamje shumë e shëmtuar dhe kam parë edhe nga perceptimi që ka publiku që thotë që na lodhët të njëjtat gjëra bëni. Nuk e kuptoj çfarë pozite jeni. Domethënë se kam publikuar shpesh video dhe për të parë dhe reagimin që do të merreshin me neve që nuk kemi reaguar për të marrë me ata drejt për drejt apo me opozitën. Dhe në fakt janë marrë me opozitën. Tani ti gjatë kohës që baba jot ishte drejtuesi degës së PS-s në Vlorë, kryetari i Partisë Socialiste ishte Fatostan. Po. Dita bësh dallimin e PS-së Nanos e PS-së Ramës? Ku ndryshojnë? Unë kam qenë realisht goxha e vogël kur drejtonte E takoi Fatostanon atëherë? E kam takuar, por kam qenë e vogël. E ke takuar, a? Patjetër. Po, dhe? Por nuk kam se si ta analizoj apo ta gjykoj kur unë vetë nuk e kam jetuar shumë në vegjëli dhe në atë infantilen që ti nuk e. Besoj ju vajtët në ceremoninë e varrimit. Po, patjetër. Vajtët për ta nderuar Fatostanon. Këte nga opozita, ka një deputet që vlerëson në Briseida se okej ti the Saliu është ai në feshtatës, këta që marrin karrike etj etj. Po ka një deputet që, ore, me vërtet ju keni kundërshtar, po ti vlerëson për integritetin, për cilësinë profesionale, për fjalët që thot aty.
Se ti shikon dhe në komision, ti nuk shikon... Po, patjetër. Ka njerëz profesionist, por nuk u bëj reklamën, mos fare. Sa e burë, nuk e bërë reklamën, po ka për të pasur, Ka njerëz të mirë, patjetër, ka njerëz të arirë, por sa po, domethënë, ju ka përcen një damar në momenti që del Saliu aty, dhe unë pasin atë vetveten e tyre shumë shpesh. Dalin a veti, ha? Po. Të pëlqen qeveria, më? Pse mos ka qeveria? Qa ka? Jo, kështu simpatike, të bukur, po... Tani, nga njëri skandal në tjetrin, tani, zëvendës kryeministria është marrë pandehur nga spaku, tani. Ju nuk keni të lumtur për këtë. Unë besoj te institucionet e drejtësisë dhe te pavarësia e tyre dhe nuk kam as edhe një prononcim për dhënë sepse nuk jam ekspert e kësaj fushë. Unë kam mbaruar për financë, jo për drejtësi. Jo, unë pyes edhe për financë ty, po problemi është se ti je një deputet e re, dhe sigurisht që nuk do mbash ti në shpatullat e tua çfarë po bën ose çfarë kanë bërë socialistët, po a do ishte më normale Briseida Çakari që Belinda Ballogu në gjithë të situatë, bie do dorëheqen edhe ikën në shtëpi dhe ju çliron edhe juve tani se keni kamerë, keni lidhur më kushtetuese në spakun parlamentin. Nuk mund të ecim me fjalë, asnjë gjë nuk është provuar dhe këto janë thjesht fjalë të opozitës. Po doni gjëra konkrete. Jo, nuk po them që ajo është e fajshme. Jo, kemi 4 të vranë në 21 janar, nuk ka provë më të fortë se sa 4 të vranë në mes të bulevardit, Sali Berisha nuk duhet të ishte sot në parlament. Po sa vjeç ishe ti në 21 janar të 2011-s? Po ja, sa mendoni. Po jo, po e kam fjalën që s'ke ti më komento këtë. Jo, pra, unë e kam ndjekur, ju thash, kam ndjekur politikën dhe kam pas familjarë të mi në 21 janar në atë demonstratë. Pasur në protestë, do thënë, këshin ardhë nga Vlora, këshin ardhë këtu në Tiranë. Tjetër. E kuptova. Tani, dhe diçka tjetër, kur takon, elektoratet, po kur takon të rinj, çfarë u thua? Se ti ke plot moshatar, ke dhe më të vegjël, madje ke dhe studentët tu. Studentët çfarë thonë? Ma tregoj çik këtë se Zysha është nga pedagoge, është bërë deputete, nuk është ka bërë vogël. Kemi një afrimitet shumë të mirë miqësor njerë, i ftoj të bëjmë pjesë e politikës dhe edhe sikur të mos jenë pjesë e politikës, të jenë pjesë aktive për të punuar së bashku. Mua më kanë krahë të rinjt dhe realisht bëj takime me ta pa filtra dhe në mënyrë shumë të drejtë dhe miqësore, pa atë që unë jam deputete dhe ju jeni të rinj, mendoj që ka nevojë për përkrahje dhe për mbështetje. Qoftë edhe moralisht për të ulur një bazë dhe për të pirë një çaj dhe për të komunikuar bashkë edhe ato problemet. Të rinjt ka nevojë thjesht për mbështetje dhe më pas marrin rrugën vetë sepse të rinjt sot janë shumë të fortë, shumë pa filtra dhe nuk e kanë problem për të thënë atë gjëna ashtu të copë siç është. Kur të marrësh mandatin e deputetes, për çfarë gjë do ishe e lumtur që ti ta realizoje, ta arrije dhe thë po, e arrita këtë dhe kjo është ajo që unë do doja të bëja. Kur të mbaroj këtë mandat, do filloj një mandat tjetër. Unë kam ardhur këtu për të ndonjë gjatë. Jo, okej, për të mandatin tjetër, po flasim për këtë njërë. E para dua të shërbej Vlorës. Domethënë unë gjë më e fortë. Okej, po do të konkrete. Aty është, domethënë gjithë ky 4 vjeçar për mua është të jem shërbyese Vlorës. Edhe çdo qytetari. Me apo pa vota për Briseidën. Jo për ndonjë punë konkrete? Po patjetër për punë konkrete, dua që, domethënë, një nga pikat që unë mendoj që ne mund të punojmë fort është pikërisht turizmi. Dhe kemi vërtet shumë punë për të bërë se kemi turistë që vinë, por jo gjithmonë jemi të përgatitur se nuk kemi qenë realisht përgatitur, nuk e kemi akoma atë kulturën që të donim ta kishim dhe kemi punë për të bërë për këtë. Nuk mjafton që ti të kesh një hotel, por duhet të kesh një shërbim edhe të mirë, që ai turisti të rikthehet prapë. Dhe kësaj dua ti mëshoj, të ri afër edhe biznesit vogël, edhe bizneseve turistike. Tani ti duke qenë deputete nuk jep më mësim? Jo, për momentin jo. Por nuk mendoj që do shkëputem, mendoj që do t'i rikthem prapë. Po pra se ka deputetë të tjerë që do thënë paralelisht sepse vetëm e gjën ligj lejohet t'i japësh mësim. Do thënë e ke këtë si dëshirë të kthehesh prapë? Po, mendoj që nuk ndalon dot nga ajo, në qoftë se kemi pasion, nuk ndalon dot nga ajo gjë. Pastaj kontakti me të rinjt është pasqyrimi më i mirë i punës që ti po bën, aty e kupton. Dhe ke nevojë për atë kontakt. Raporte me media si ke, se ti në faqen tënde në Facebook i pasqyron aty, po se cili politikan ka aktivitetin e vetë, qoftë edhe lokale, se nuk është të thënë që ti dalësh vetëm se ti punën e ke në Vlorë, po ta marrin më konkrete, në Vlorë ke. Si ka qenë raportet tua me media? Më trego pak për këtë, se jam shumë kurioz.
Në qytetin e Vlorës patjetër shumë të mira. Unë kam këtë gjë që jam shumë e drejtë për drejtë, edhe me gazetarët, edhe me mediat. Jam shumë aktive realisht në media sociale, edhe bëj një punë, mundohem që ta tregoj punën time dhe të kem një kontakt me qytetarët aty. Kurse kjo është dalja ime parë në një media. Në Tiranë, Shumë qofsho gurimit. Jo, mbar do të vej. Tani, kur erdhi Ivanka Trump, isha atje në Vlorë? Jo, ne ishim në seancë. Kishit seancë, merë shefi me Ivanka Trump. Çfarë thoshin flonjatët më? Ma thysh diçka. Sa ai ishte kënaqur me ushqimin. Po ku ka gjë më të mirë se sa të vish në Vlorë, ne aq duam. Ja, ishte gjëja më e mirë. Ja, u shtoj. Mbi gjithë qytetet e tjera të vish në Vlorë, domethënë. Na ngrit ajo ndjenja e krenarisë akoma më shumë. Domethënë nga këta personalitete që kanë qenë në Vlorë është George Bush Plaku në 96-ën, që erdhi te vila qeveritare. Ka disa aktorë, po themi tjerë, dhe Ivanka Trump që krijoi atë profilin e njeriut më të rëndësishëm që ka ardhur në Vlorë. Po çfarë thon vlonjat? Çfarë than vlonjat? Si e përcollën ardhjen e Ivankës në? Tani patjetër që janë krenar. Dhe thonë gjithmonë që Vlora është për të bërë histori. Po shkelen në Vlorë nuk ka gjë. Sazani na mund të erdhi. Jo, kjo nuk është e vërtet. Kjo nuk ka lidhje me këtë gjë fare. Nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Ti je dakord që Sazani dhe Zvërneci të bëjnë investime? Të bëjnë investime patjetër. Investimet janë të mira sepse jo, flas të bëjnë investime nga familja Trump, se është familja nga familje më të pasura në Amerikë dhe në botë ajo, nuk është familje kështu. Po mendoj që është një gjë e mirë, por nuk është asnjë gjë e qartë në këtë moment se çfarë do ndodhi realisht dhe nuk kam asnjë opinion në fakt për. Ti do doje ta takoje vetë Ivanka Trump, si të mori? Pse jo, patjetër, se s'u mori. Si të mori kryeministri aty? Unë kam qenë në seancë dhe në komision. Si merrte ata që në seancë, po dona i të merrte. Si isha si deputet në fakt. Jo, në fakt nuk ishte asnjë deputet. Okej, unë nuk e di se mund të kesh diçka tjetër, nuk e di për të treguar qoftë edhe nga aktiviteti yt politik, por edhe nga parlamentar, se intensiteti besoj aty në parlament është shumë i lartë. Ti si e përballoni ato, ishte mësuar kështu tronatën kështu në seancë, si fle gjumë? Do me thënë, të martën filluam në orën 10 dhe mbaruam në orën 4 mëngjesit të ditës tjetër. Si përballoni? Atyrim. Së zuri gjumi aty? Unë as nuk lëvizën nga. Nuk të zuri gjumi aty? Jo, nuk. Po nuk e kam problem me gjumin vlonjatës. Biseda, të falenderoj, kjo ishte intervista e parë, nuk do të harroj ti jo, pasu se harroj. Unë të uroj me zëmër të uroj mbarësi në karrierën tuaj, të kesh suksese dhe mos e harro kur intervistën e parë. Të parat nuk harron asnjëherë, shumë faleminderit. Shumë faleminderit për kohën tuaj. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni im për sot, publicitet nga Urna Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit të reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.